Është mbyllur me fest ndeshja ndërmjet Beslidhes dhe Shirokos, pasi lezhjanët kanë siguruar zyrtarisht ngjitje në kategorinë e parë, pas një sezoni të suksesshëm me vetëm 3 barazime dhe asnjë humbje. Skuadra lezhjane triumfoi me rezultatin e pastër 3-0 përballë Shirokos, në një ndeshje ku dominimi ishte i qartë nga fillimi deri në fund. Golat u shënuan nga Hila, Akansas dhe Fusha, duke vullosur një fitore që konfirmon rikthimin e shumë pritur të klubit në një nivel më të lartë të futbollit shqiptar. Ky sukses vjen pas marrjes së drejtimit të klubit nga biznesmeni Pierin Fushaj në fillim të sezonit, ku fal mbështetjes financiare, investimeve të kryera si edhe përkrahjes së vazhdueshme nga Bashkia Lezhë, futbollit lezhjan po i rikthehet lavdia e dikurshme. Me thënë drejtën, njem shumë i lumtur. Tani gjithë ideja është që të shojmë përpara dhe vonë e morëm, por ju shihni vetë rezultatet për cilat kena arrit. Fal stafit drejtues, fal çunave. Premtimet janë që ne kemi ca objektiva me idenë të kalojmë superiore, por kemi hapa shumë për të bardhë dhe kështu që avash mendojmë të ecim para. Ju e dini shumë mirë se sa suksese kena, ne kena pas vazhdin dikur dhe e kemi tregu vetin. Kështu që besoj se edhe me Beslidhen do ecim në hapat e vllaznisë dikurshme, edhe shoqme se mirë është edhe sot. Ju jeni presidenti i kryestorit squadrës, por gjatë gjithë sezonit djali juaj, zëvendës presidenti Klaudio Fusha, ka bërë një punë voluminoze. Ai është Pirini. Trajneri Beslidhes Elvis Plori dhe futbollistët Abaz Karakaçi dhe Ardit Hila shprehën se fal angazhimit maksimal dhe mbështetjes së presidencës u arrit ky sukses. Nuk jam vetëm, po pas presidencën e cila i fut këtij projekti kaq seriozisht dhe bashkë me bashkëpunimin me Renato Maloten, them se gjithë bashkë kemi qenë aktor të këtij kompozimi, këti që kemi theksu dhe herë dhe tjera, kemi fillu pak vonë, na dash me ndërtu një skuadër shumë shpejt dhe duke pa dhe mundësi që kishim me lojtarë, pra ishte pak e sikletshme. Megjithatë, pat me një organizim jo vetëm në tek lojtarët, por pat me një organizim shumë të mirë edhe në terrene sportive, pra edhe në kushtet, siç i ofruan skuadrës. Të mbledhja jam shumë i kënaqur. Ishte diçka që e fillu me seriozitet që nga fillimi i sezonit që kur erdhi presidenca re. Me seriozitetin e presidencës dhe të stafit bashkë me drejtorin Malota dhe me trajnerin Plori, besoj që do jetë edhe për vitin tjetër do jemi pretendent për në Superligë. Jam shumë i kënaqur edhe për Beslidhen, cilët kanë kontribuar, na kanë mbështetur me gjithë anët, si financiare, si dhe profesionale, më hapa na kanë ndërtuar gjatë gjithë sezonit. Dhe jam i lumtur edhe për qytetin e Beslidhes që u kthyen në kategorinë e parë dhe shpresoj që vitin tjetër me ndihmën e Zotit arrijmë në Superligë. Edhe pse kampionati nuk ka përfunduar plotësisht, pasi mbetet edhe një ndeshje për të luajtur ndaj Nëftëtarit, fitoria së shtunës ka vullosur matematikisht objektivin e sezonit, ndërkohë pritet të përcaktohet edhe kundërshtari i lezhjanëve në finalen e kategorisë së dytë nga grupi B. Rikthimi Beslidhes në kategorinë e parë shihet si një moment pozitiv për futbollin lezhjan dhe një shtysë e re për ambicjet e klubit në sezonin e ardhshëm.